shumë faleminderit për pyetjet. Në fakt, ne që prej fillimit të protestave kemi bërë të qartë dhe transparente që ne nuk kemi ende një projekt për zhvillimin e zonës, për ndërtimin në zonën e Zvërnecit. Pa diskutim që janë duke punuar arkitekt të njohur, janë duke punuar studiues dhe inxhinier të cilët merren me ndikimin në mjedis, janë duke punuar arkitekt të peizazhit, siç kemi deklaruar në disa dalje publike për të sqaruar publikun që jemi në fazë ende të një studimi dhe të një projektimi. Qeveria shqiptare nuk e ka një projekt final që mund të ndajë me publikun. Unë jam e sigurt që në momentin që do të na vi një propozim, ai do të jetë një propozim i cili do t'i plotësoj të gjitha kushtet mjedisore, është shqetësimi ynë kryesor që të gjitha ato standarde të mjedisit për të cilat ne jemi duke punuar nëpërmjet Ministrisë Mjedisit edhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian të respektohen dhe pa diskutim që është në qëllimet tona që projekti të miratohet, projekti të vazhdojë, pa diskutim brenda gjitha kushteve dhe standardeve që Bashkimi Evropian ka.